Po du ndalim tek Amir Ramani, një lojtar që ke pas nga hapat e parë, që ka qenë si djalë, si karakter, duke ditë që ke qenë ai ti që ja ke dhënë formësimin apo ndryshe zhvillimin e tij si talent. Po, u bo që sa herë domon po flasim për Amir Ramanin, po ka qenë një djalë i qetë, i heshtën, ka pas mbështetje të familjes vet. Domon ai është që është shumë e rëndësi familja e Amirit që ka përkrah vetë futbollistin. Në kohën e Amirit ka qenë domon në kushte gjithçka kanë qenë më të vështira për mu zhvillu si futbollist, po puna vullneti, dëshira tina e madhe. Çka e kanë bërë trajnerët veçantë ndryshe nga lojtarët e tjerë? Puna, disiplina. Puna dhe disiplina. Sepse në dorën zemën mund të themi lirisht se e di pak a shumë, nuk është se kanë qenë prej aty lojtarëve që është përmend shumë gjatë asaj kohe, sepse ka pas lojtarë të tjerë të cilët janë përmend më shumë se Amiri. E vërtet është kjo në qatë grupin e ati ekipi që këm pas shkollës futbollit që këm pas, ka pas domon tjerë talente dhe matë maj, po mbështetja familje që shumë e rëndësi, dëshira tina për futboll, Amiri është sot ku është.